Presidenti të Republikës i është kufizuar koha e dhënies së pëlqimit për kandidatët për ambasador, nga e pacaktuar në 20 ditë. Ligji i ri për shërbimin e jashtëm që ka nisur diskutimin në Komisionin e Politikës së Jashtme synon rregullimin edhe të këtij ngërçi mes presidentit dhe qeverisë për t'i dhënë fund praktikës së mbajtjes së propozimeve për lirim apo emërim të ambasadorëve edhe me vite në sirtarin e presidencës. Ligji i ri gjithashtu kufizon në 3 vjet shërbimin e një ambasadori në një shtet, kufizon moshën deri në 65 vjeç, detyron njohjen e gjuhës angleze dhe një tjetër gjuhë të huaj, përcakton si bëhet vlerësimi i gradave diplomatike, ndërsa hiqet përcaktimi i ligjit të vjetër. Për emërimin e tyre, 80% nga sistemi diplomatik dhe 20% nga kandidaturat politike, duke e lënë të hapur për ata që plotësojnë një seri kriterësh që janë shkruar në këtë ligj. Por për demokratët, kjo shkatërron sistemin. Në përgjithësi është munduar të preket, si thua, fryma e ligjit më përparshëm që do të krijohet një sistem për të bërë sistem karriere. Me këtë ligj largohemi kësaj gjëje. Ju referova edhe zbatueshmërisë së ligjit ekzistues, sepse realisht ligji garantonte hierarkinë në karrierë dhe ne padyshim jemi të interesuar, por edhe të vendosur që t'i japim vendit një shërbim diplomatik profesionist dhe dinamik në mënyrë që t'i shërbej pikërisht sfidave që ka vendi përpara. Demokratët kanë kundërshtuar edhe një tjetër pikë të ligjit të ri, atë të shmanges së seancave dëgjimore në Komisionin e Jashtëm të kandidaturave për ambasador, duke e shvendosur këtë proces pas shprehjes së presidentit. Megjithatë, këto ishin rezervat paraprake për ligjin e ri të shërbimit të jashtëm, për të cilin kryetaria e Komisionit Artadate tha se do të ketë një konsultim të gjerë me ish-ministrat e jashtëm dhe diplomat karriere. Ligji i fundit për shërbimin diplomatik daton në 2003. Demokratët kanë akuzuar ministrin e jashtëm Ditmir Bushati edhe për një shkelje të rëndë sipas tyre, atë të refuzimit të drejtimit nga Shqipëria të Komitetit Ekonomisë dhe Çështjeve Sociale në OSB. Kjo është jashtëzakonisht e rëndë, është e pakuptueshme arsye që kanë çuar ministrin në këtë refuzim, që do jepni Shqipërisë një peshë dhe rol shumë të madh në këtë moment zhvillimesh mëdha në Ukrainë, kur Serbia merr drejtimin e OSB-s. Unë nuk jam konsultuar, ose më mirë ta them ashtu siç është, ministri nuk më ka konsultuar. Në përgjigjen e interesit tim, ministri më ka shpjeguar që Shqipëria ka kërkuar që të drejtoj Komisionin e parë të çështjeve të sigurisë, duke menduar që atje mund të luante edhe një rol më të madh. Demokratët kërkuan praninë e ministrit të jashtëm në komision për të dhënë shpjegime për këtë çështje.